Komuna e Prishtinës shenjton biletat për transportin urban. Çfarë mendojnë qytetarët për këtë shtrenjtim? €1.20 me qenë një bilet pak i shtrejt është. Sigurisht po bre, kjo gjendje e rënë është. Kryetari i Prishtinës Përparim Rama, ani pse vazhdimisht i kritikonte të tjerët për rritje të çmimeve, është vetë ai i cili mori vendim se qysh nga dita e parë e korrigut të shtrejtohen biletat e transportit urban. Bileta një drejtimshë që deri dje kushtonte 50 cent, sot është shtrejtuar në 80 cent në mënyrë fizike, ndërkaq në qoftë se blihet nëpërmes aplikacionit kushton 60 cent. Shtrejtim ka pësuar edhe bileta ditore ku nga 80 cent është shtrejtuar në €1.20. Rritje ka pasur edhe tek biletat javore, ditore, mujore dhe tek biletat e linjës së aeroportit. Ky ndryshim vije në një kohë kur pritet të hyjë në fuqi edhe paga minimale prej 500 eurosh, ndërsa qytetarët e Kosovës po përballen me një rritje të vazhdueshme të kostos së jetesës. Sipas komunës, dallimi në çmime synon që të nxjisë përdorimin e pagesave digjitale, ndërsa mbetet të shihet nëse ky shtrejtim do të ndikojë edhe në përmirësimin e cilësisë së transportit urban. Mendoj që nuk është e qëlluam, po mirë po unë jam pensioner, unë e kam pa pare, po nuk kam po edhe shumë rrollë, unë kështu e përdori, mirë po që ka shtrajtuar shumë pak tepër kështu, të shkon 10 cent bile. Po më duke tepër, për këto shtrajtime ju më bon gjithka, mirë po, që më bova. Sigurisht po bre, kjo gjendje e rënë është. O gjithë në këtë kohë është Kosova shumë keq. A diçka kohë, vetë një arsye është një. Dihet kush kriminal heq. O hi një demagog, një rëndë, një mashtrues në krye shtetit e që të vinë qytetë. Të gjitha ndikojnë është. Gjitha. Ajo në vend që tash pak nofta ka ra, këta për rrisin çmimin e biletave. Po vallai, unë nuk e shoh shumë të arsyeshme. €1.20 me qenë një bilet pak i shtrejt është. E shtrejt pak për situatën, për inflacionin që është po shkon. Katastrofë për disa, për studenta, për shembull, e për disa që s'kan është pak e shtrejt. Unë për vetje e përdore. Po jo, heq as pak. Unë e përdore vetë kuletot digjitale, që ku e kam qëto, e përdore nuk ka problem, se jam pensioniste. Për tjerë të di shka të them. Nuk e besoj që është. Tash me moni taksi në krahasim nuk është një shtrejt, nuk e besoj që është një shtrejt një bilet, njerë sa për vjen të katrojt. Në dakord me këto që nuk është. Po sa ka 24 orë me njerë sa për vjen, nuk është shtrejt.